Shiko, mendoj që nëse ne shikojmë status quo e rendit ndërkombëtar, pra rendi liberal, pezë e 60 vjet e fundit, Mhm. sigurisht që deklaratat e Trumpit e thyen këtë status quo, por të mos harrojmë që unë jam i bindjes si shumë geopolitikanë të tjerë, duke përfshirë emra shumë të mëdhenj si John Mearsheimer apo Po, Jeffrey Sachs, që ne bota e ka lënë rendin liberal dhe ne tani kemi hyrë në një rend multipolar. Dhe ky rend multipolar domosdoshmërisht të jetë më realist dhe edhe fuqia së Shtetit Bashkuar të Amerikës do kërkojnë në një farë mënyre të zgjerojnë territorit e tyre ose të bëjnë marrëveshje të cilat mund të duken të papranueshme nga perspektiva e rendit liberal, por që në fakt fuqizojnë sovranitetin edhe fuqinë e atij vendi. Të kujtojmë pak se si ka nisur e gjithë kjo në mhm. janar, në momentin kur presidenti Trump hyrë në zyrë, ai filloi ta thriste kryeministrin e atëhershëm të Kanadas Justin Trudeau, guvernatori, pra është një farë mënyrë kryeministri i një Po, shteti amerikan ose po. presidenti i një shteti amerikan, figura më e lartë e atij shteti. Më pas ka folur për faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës blejnë shumë më shumë produkte nga Kanadaja, produkte që nuk i duhen, dhe do ishte mirë sikur Kanadaja të ishte pjesë e territorit amerikan dhe mos kishte fare barriera tregtare, siç shtetet amerikane nuk kanë barriera tregtare midis njëra tjetrës. Dhe në momentin kur patë një ndryshim udhëheqje në Kanada, pritej që të fitonin konservatorët e Pierre Poilievrerit, për shkak të kërcënimeve të Trumpit, liberalët e morën këtë si një mundësi për të thënë që konservatorët në Kanada janë pro Bashkimit me Amerikën dhe Mark Carney, që ka qenë guvernatori i Bankës Kanadeze, gjithashtu guvernatori i Bankës Britanike, çuditërisht, dhe kryetari i Partisë Liberale u bë kryeminist i Kanadas, duke mportur konservatorët. Që nga atëherë Trump e ka ulur pak retorikën ndaj Kanadas, dhe në një farë mënyrë përveç asaj batutës që ai përmendi, pra merger, batuta e bashkimit midis SBA-s dhe Mhm. Kanadas, nuk e ka përmendur gjë takimit me Carneyn këtë idenë e shtetit të 51-t. Uh, nga ana tjetër, unë mendoj që takimi ka pasur qëllim tjetër, qëllimi ka qenë tregtia, sepse Mhm. ne dimë mjaft mirë që një farë mënyrë shqetësime të mëdha që Trumpi ka pasur Po, me partnerët e tij tregtar ka të bëjë me industrinë e makinave. Domethënë që mbas firmosjes së naftës, North American Free Trade Agreement nga presidenti Clinton, një pjesë e madhe e kompanive të makinave amerikane që veprojnë kryesisht në Detroit, në Michigan, në shtetin e Michiganit, vajten në Kanada dhe në Meksik për shkak të kosteve më të ulta të punës dhe për shkak të faktit që tarifat u hoqën, pra ti mund të prodhoje makina në Kanada dhe në Meksik, ti shise në Amerikë pa tarif. Dhe kjo normalisht e bëri shumë të leverdishme këtë gjë për kompanitë amerikane. Trump që nga atëre ka vendosur tarifa, në fakt ai në 2018 në mandatin e parë zëvendësoi naftën me atë që quhet USMCA, United States Mexico dhe Canada Agreement. Është marrëveshje tregtisë e lirë që ka pasuar naftën, dhe sigurisht që në këtë marrëveshje tregtisë lirë 80% e produkteve kanadeze nuk tarifohen fare nga kjo marrëveshje. Pra, po. prap Kanadaja ka një marrëveshje shumë të mirë me Trumpin në zyrë, por së fundi, në mandatin e dytë, Trump ka vendosur disa tarifa në produktet e çelikut kanadez, alumini kanadez, energjinë kanadeze, sektorin e makinave, lumber, aty pra kjo tregtia e druve për imobiliare etj etj. Pra, çështja është ekonomike, dhe po flitet për një marrëveshje tregtare edhe më të volitshme për dy vendet. Qartë. Sa i takon një çështje tjetër që doja të diskutonim bashkë lidhet me situatën e brendshme politike dhe të rendit ndoshta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kujtojmë këtu që ka një përpjekje nga ana e administratës amerikane për ta përdorur gardën kombëtare brenda territorit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe për të përfshirë edhe më shumë ushtrinë në çështjet e rendit të brendshëm. E kemi diskutuar të bashkë herën e kaluar, por së fundmi presidenti Trump ka kërkuar në një prej deklaratave të tij tepër, po themi, tipike të Trumpit, arrestimin e guvernatorit të Illinois edhe të kryebashkiakut të Chicagos, që është kryeqyteti i Illinois. E sheh me shqetësim këtë gjë, rastin konkret dhe pastaj, po themi, më gjerë, nëse do të ketë një farë konflikti civil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shiko, për pjesë e konfliktit civil nuk mendoj që ka kushte për një konflikt civil, sepse presidenti Trump mori një mandat
thellë në nëntor të vitit 2024 dhe kjo të tregonte që ka konsensus në një farë mënyrë mbas agjendës së tij. Nuk bëhet fjalë tu për Trumpin e mandatit të parë, i cili polarizonte goxha për shkak të faktit që nuk i kishte votat. Madje votën Trumpin në 2016 kur mposhti sekretarin e shtetit Clinton e humbi votën popullore. Ndërkohë që këtë radhë në 2024 përveç se ai fitoi elektorale, fitoi dhe votat e shumicës për agjendën e Trumpit. Dhe kjo e bën të pamundur me konfliktin civil sepse shumica e njerëzve janë me Trumpin aktualisht. Kjo është thjesht klima politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, por një pyetje sonde, a e shohën me shqetësim? Nëse Chicago do ishte një qytet pa kriminalitet, unë do e shija me shumë shqetësim. Unë në një farë mënyrë kam qenë vetë në Chicago, që qytet përrallor, por sigurisht ka ghetto ku njerëzit të thonë nuk mos shkosh fare, një prej tyre quhet O Block. Unë kam pasur shumë shokë në Chicago që thoshin mos shko në këtë ghetto sepse hap lump. Dhe kjo është në shumë qytete të mëdha amerikane, domethënë janë kthyer në war zones, janë kthyer në zona lufte. Në këto kushte, në momentin kur guvernatori i shtetit, në rast J.B. Pritzker i Illinoisit, nuk merr masa, në momentin kur kryetari i bashkisë së Chicagos thotë që kjo krizë nuk ekziston, duke ditur që e bëjnë të zgjidhë kriminalitetin, kështu që ne nuk flasim dot për këtë pjesë. Dhe ka shumë njerëz që vriten për shkak të këtij kriminaliteti, normalisht ka për detyrë qeveria federale të ndërhyjë për të garantuar rendin. Vlen gjithashtu të thuhet që të paktën na kuptojnë dhe dëgjuesit si funksionon sistemi policor në Amerikë. Nuk ka një polici shtetërore, nuk ka një polici federale në Amerikë. Domethënë është FBI-a, por FBI-a nuk merret me këto gjëra. Policit në një farë mënyrë janë lënë shteteve dhe janë lënë bashkive. Domethënë NYPD për shembull është New York Police Department, CPD është Chicago Police Department, pra departamentet e policisë janë lënë bashkive. Mirë po, qeveria federale i financon, pra ka mundësinë të çojë para ose të heqë para. Ajo që Trumpi po kërkon të bëjë është të invokojë aktin e rebelimit, Insurrection Act, i vitit 1807 nga presidenti Thomas Jefferson, ku ushtria amerikane me urdhër të presidentit mund të çohet në rrugë për të luftuar kriminalitetin dhe garda kombëtare që ti përmende, që në fakt është i përket shteteve, nuk i përket qeverisë federale, sipas këtij akti mund të federalizohet, mund të vihet në shërbim të qeverisë federale pra të presidentit. Dhe Trumpi këtë logjikë kushtetuese, këtë logjikë ligjore, bazuar te ky akti i Insurrection i vitit 1807 po përdor. Në kushte normale nuk do ishte ai që ne donim, por në kushte kur ka një kriminalitet shumë të madh në qytetet amerikane, Chicago ka rreth 2000 të vrarë në vit, për një qytetin e tretë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është qyteti i tretë më i madh pas New Yorkut dhe LA-t. Është qendër e kapitalizmit botror, është qendër e qytetërimit botror. Të kesh një kriminalitet kaq të lartë, është pak a shumë është e papranueshme. Dhe jo më kot Trump po kërkon të ndërhyjë. Në këtë kontekst, Egon, unë gjithashtu doja të në një farë mënyrë të jepja pak më shumë në një farë mënyrë shikim tek aspektet për cilat Trump po kritikohet shumë dhe mendoj që ka edhe kritik të drejtë aty për faktin që ka disa figura demokrate që po akuzohen aktualisht nga Departamenti i Drejtësisë, nga Department of Justice, Ministria e Drejtësisë versioni amerikan, për krime të ndryshme. Për shembull, James Comey është po akuzohet nga FBI aktualisht, po akuzohet nga Departamenti i Drejtësisë, ka qenë ish shefi i FBI-s në kohën kur Trumpit ju hap ajo e problemi me Rusinë, me ndërhyrjen e Rusë në zgjedhje. Leticia James është kryeprokurore e New Yorkut. Edhe ajo tani po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë së Trumpit. Leticia James ka qenë ajo që ka nisur procedimin penal ndaj Trumpit në New York, procedim civil për qenë më i saktë, në kohën kur ai po rikandidonte. Adam Schiff është senator i Kalifornisë, edhe ai po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë. Andrew Cuomo ishte guvernatori i New Yorkut që tani po rikandidon në fakt për kryetar bashkie të New Yorkut, edhe ai po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë. Me janë të gjithë figura demokrate, janë të gjithë figura liberale dhe shumë figura në Amerikë kanë ngritur shqetësim që Trump po targeton kundërshtarat politik. Unë nuk e di sa e vërtetë është kjo, por në një farë mënyrë vlen të thuhet dhe gjëja e fundit që unë do doja të përmendja ka të bëjë në një farë mënyrë me këto ICE raids, pra sulme që ICE po bën në komunitete. ICE është organizata anti-emigracion të paligjshëm në Amerikë, një agjenci federale. Amerika ka një problem të madh me emigracion e paligjshëm, dhe jo më kot ICE po ndërhyn fuqishëm që të deportojë një pjesë të madhe të emigrantëve të paligjshëm me të drejtë duke zbatuar ligjin amerikan, por po has shumë përfshirësi edhe nga populli që po reziston, edhe nga policitë lokale. Rasti i fundit ishte i Chicagos, të cilët nuk bëjnë detyrën dhe nuk e lejojnë ICE-in të veprojë, por edhe nga organizata ekstremiste terroriste
siç është ajo e Antifës, të cilën Trumpi me një urdhë ekzekutive ka shpallur organizata terroriste, dhe që së fundmi madje dje mbajti një tryezë me Kirsty me Kash Patelin që është drejtori i FBI-s, me Pam Bondi që është kryeprokurorja për rrezikun që Amerikës i kanosë nga Antifa, në një kohë ku në fakt vlen të thuhet edhe për një publik shqiptar, Antifa është një organizatë që funksionon jo vetëm në vendet e Evropës, por edhe në Shqipëri. Një organizatë terroriste, e shpallur terroriste nga presidenti Trump në një urdhë ekzekutiv. Pra, në një farë mënyrë agjenda Trump prek edhe vende që nuk janë Amerika. Qartë. Mirë, Ruel, duhet të kalojmë pak në Shqipëri tani, sepse kemi pas një ngjarje të rënda, duhet të thënë. Dhe po e nis pikërisht me vrasjen e në detyrë gjatë procesit gjyqësor, gjatë dhënies vendimit të gjyqtarit Astrid Kalaja, pak ditë më parë, ka patur shumë reagime nga komuniteti, nga opinioni publik, të cilat në një masë dërmuese kanë shprehur, po themi, dënim për sistemin e drejtësisë, jo për gjyqtarin e ndjerë në fjalë konkretisht, por për mos funksionimin e sistemit të drejtësisë. Kemi patur reagime politike që janë fokusuar tek çështja e sigurisë në institucionet dhe në gjykata dhe nga komuniteti i drejtësisë, nga komuniteti i avokatëve, reagime të cilat janë fokusuar tek, po themi, një ristrukturim i sistemit të drejtësisë. Ti si e ke parë si ngjarje këtë dhe ku je në opinionin tënd? Unë mendoj që është një ngjarje e tmerrshme, është absolutisht një sulm barbar, kriminal, antiligjor dhe madje edhe terrorist ndaj sistemit të drejtësisë, ndaj rendit ligjor në Shqipëri, ndaj shtetit shqiptar. Unë jam në një farë mënyrë tërmaksur ose indinjuar shumë, nuk po them tërmaksur, por indinjuar nga dy lloje reagimesh. E para ka qenë reagimi i Xhaxhait të vrasit, ose të dyshuarit për vrasje, i cili tha që nëse gjykatësi tjetër tha dënon Tim Nip, unë do të bëj të njëjtën gjë me atë, domethënë vijon barbarizmi, vijon vetgjytësia, vijon ky mentaliteti unë ta marr jetën nëse nuk bie dakord me ty. Dhe nga ana tjetër, faktikisht shokta pseudo-analistët edhe pseudo-eruditët e medjave online, të cilët fillojnë dhe fajsojnë klasën politike për çdo lloj psikopati që shkon dhe vret dikë. Nuk ka asnjë fare klasa politike për deficiencat e thella kulturore të një populli. Dhe ne analizën do ta nisim nga këtu, nga fakti që kultura e dhunës në këtë vend, në këtë shoqëri promovohet kudo. Në media, në art, në shkolla, në politik, po duhet në politik patjetër, kudo. Pra ne kemi një problem të madh kultural me këtë mentalitetin e eposit kreshnikëve, me këtë mentalitetin e të fortit, me këtë mentalitetin tribal të mos respektimit të shtetit, dhe mos respektimit të ligjit dhe të bërit çfarë do ti, kur do ti dhe si do ti. Për këtë duhet të flasim ne si intelektual egon, përpara se të flasim për klasën politike dhe përpara se të flasim për deficiencat në sistemin e drejtësisë. Fakti që sistemi i drejtësisë ka deficienca, fakti që njerëzve i ka ardhur majt hundës raste që zgjasin me 10 me 15 vite për çështje pronash. Fakti që këtu është bërë një barbari, qoftë nga kriminalët komunistë që u vodhën tokat shqiptarëve për 50 vite dhe nga të papërgjegjshmit mbas viteve 90 që me ligjin 7501 në një farë mënyrë ndan tokat ke pronar që nuk ishin pronar. Ne i dim të gjitha këto, por kjo prapë nuk justifikon vrasjen e një gjyqtari apo një efektivi apo një funksionari të shtetit në krye të detyrës. Kështu që asnjë justifikim për ngjarjen që ka ndodhur, nga ana tjetër sigurisht që unë mendoj që ne do të flasim për probleme strukturale. Do të flasim për faktin që nga Bashkia e Shkodrës, konkretisht në këtë rast, është bërë një mishmash. Pra kemi 31 familje, të cilat shtrëhohen në pronë shtetërore, del dikush në 2012 dhe thotë unë i kam të gjitha letrat për të bërë pronar, ai shfall pronar nga Ministria e Financave, i jepet edhe dela për të para bler apartamentet, ai ble apartamentet me të drejtën ligjore, ndërkohë që banorëve nuk u jep askush asnjë zgjidhje, pra që normalisht kur ti blen apartamentet, ke të ka të njohur shtetit të drejtën ligjore, me të drejtë ti ke të drejtën e asaj prone dhe asaj ndërtese që ndërtohet me atë pronë. Ndërkohë që përmbarimi ka shkuar në 2013 apo 2014 për të bërë largimin e banorëve, sepse gjykata shkallës parë ja kishte dhënë pronën të akuzuarit për vrasje, dhe banorët nuk janë larguar. Vendimi i përmbarimit nuk është zbatuar dot, pra tregon që shteti ynë ka një problem të madh me zbatimin e ligjit. Kjo nga gjykata shkallës parë ka vërtetë në apel
Dhe në apel ndodhi ajo që ndodhi para 3-4 ditësh. Domethënë, dhe e gjitha kjo në kontekstin e mungesës totale, dhe këtu mund flasim për politikën, mungesën totale të zgjedhjes politike nga Bashkia e Shkodër, që duhet me dojë mos tu kishte dhënë një zgjidhje aty 31 banorëve. Në momentin kur ka dalë një pronar legjitim, Ministria e Financave thotë është pronar legjitim, gjykata e fshatit parë thotë është pronar legjitim, ka bler ato apartamente, ata njerëz duhet të largohen që aty. Dhe në momentin kur ata largohen që aty, shteti të mos çoj para ke oligarkët edhe ke investitorë strategjik, por parat ti përdori për strehuar edhe 31 banor diku tjetër. Dhe kjo do të ishte zgjidhja. Kjo nuk ka ndodhur dhe sigurisht mungesa e zgjidhjes politike prodhon atë që prodhon dhe gjatë fundit që do të them e gon dhe pastaj do ta lë fjalën ty për të dëgjuar dhe mendimin tënd. Kemi dhe një problem ne këtu me këtë një farë me mosndarjen që ne kemi të shtetit dhe private. Domethënë skaneri nuk punonte. S'ka investime fare në gjykata për sigurinë. Skaneri nuk punonte. Flitet që ka një kompani private, Illyrian Guard, e cila në fakt është në varësinë e Ministrisë së Brendshme, por është kompani private, e cila ruan sigurinë e gjykatave. Pse s'është policia e shtetit aty? Pse policia e shtetit ruan vetëm hapësirën e jashtme të gjykatës dhe nuk është brenda për të garantuar sigurinë e gjykatave. Pam deklaratën e papërgjeshme të Ministrisë së Brendshme, ministres së parë grua të brendshme në Shqipëri që dele thotë aty që policia e shtetit s'ka asnjë përgjegjësi. Si s'ka policia e shtetit përgjegjësi? Më e pakta policia e shtetit duhet të ketë përgjegjësi. Ne nuk duhet të kemi asnjë kompanie private në asnjë formë, në asnjë mënyrë, që ruan shtetin tonë. Duhet të jetë policia e shtetit. Nuk duhet të kemi kur raste kur si në rastin e gjykatës apelit, kancelari i gjykatës punson një roje private aty, që vjen dhe punon edhe bën kontrollin para se të futen njerëzit në gjykatë. Kujtojmë që ai zotria është arrestuar mbi 60 ca vjeç burr për shkak se ka bërë kontrollin ashtu siç duhet dhe ka lejuar një vrasje.